Parashtruesit e kërkesës pretendojnë se atyre u janë cënuar të drejtat pronësore, përkatësisht të drejtat e garantuara me nenin 46 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Edhe se të gjitha shtëpijat për rreth janë private dhe janë rinovuar apo rindërtuar, vetëm shtëpia e pronarës jo. Komisioni i kërkesave pronësore bjen vendim grupor. Me lihat e Nura ka të drejtë në posedimin e pronës në fjalë me 2011. Asnjë gjykat nuk e përfilli këtë vendim, të gjitha ankesat u refuzuan. Gjitha objektet që i përkasin që ka qenë ngritur në ngastrën 5937-0 nuk ekziston dhe për të njëjtën nuk mund të bëhet identifikimi i njësisë banesore shtëpi. Momentin që ka dalë geodeti i komunës në teren e ka identifikuar se ajo njësi faktikisht nuk ekziston. Zyrtarët e agjencisë se kanë vizituar pronën me 22 farit 2008 me qëllim të njoftimit të personave të interesuar për procedurën e cila është duke u zhvilluar. Por në pronë nuk është gjetur askush dhe prona është gjetur se është banesë e dëmtuar. Objekt i kësaj kërkese është vlerësimi i kushtetutshmërisë gjykimit të Gjykatës Supreme i datës 14 gusht 2023 dhe pretendimeve të parashtruara nga parashtruesit e kërkesës në kërkesën individuale. Parashtruesit e kërkesës pretendojnë se atyre u janë cënuar të drejtat pronësore, përkatësisht të drejtat e garantuara me nenin 46 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, për shkak të refuzimit që kërkesa e tyre të regjistrohet në regjistrin publik kadastral, si bashkëpronare në parcelën kadastrale me numër reference 5937-0, mbi të cilën do të thotë apo në të cilën parcel ka ekzistuar objekti kontestues përkatësisht prona kontestuese. Objekti i banimit në fjalë ka qenë i vendosur pra në Prishtinë, ku sipas parashtruesve të kërkesës, objekti është dëmtuar rënd dhe djegur si pasojë e luftës, dhe më pas i njëjti është rënuar nga komuna e Prishtinës, përderisa të njëjtat, pra parashtruesit kanë pasur, sipas pretendimeve të tyre, të drejtën e pronësisë mbi shtëpinë në bazë të vendimit të Komisionit të Kërkesave Pronësore të Kosovës. Trashëgimtarja e shtëpisë bashkëshorte Ameliate Deva Nura nga Gjykata Komunale në Prishtinë shpallet trashëgimtare e tërësishme e patundshmërisë dhe ky akt vendim është i plot fuqishëm që nga data 31 i pari 2005. Gjykata themelore dhe ajo e apelit bin vendime që ndër të tjera bazohen në dokumentet inekzistues të datës 31/01/2008. Shtohet pyetja: me dashje apo pa dashje, keq kuptim apo qëllim, apo mos ka të baj me anashkalimin e vendimit të Gjykatës Komunale të Prishtinës, unë nuk e di. Por me veprimet e njëpasnishme për vite e vite me radhë, shkeljet e drejtat e pronarës Ameliate Nura në pronësi, prej konstatimit për rindërtim të datës 17/10/2007 nga drejtorati përkatës të refuzimi të njëjtit drejtorat për shkak të rregullimit dhe planifikimit të hapësirit, datë 7/11/2007, edhe se të gjitha shtëpijat për rreth janë private dhe janë rinovuar apo rindërtuar, vetëm shtëpia e pronarës jo. Shkelje e nenit 7 dhe 46 i Kushtetutës dhe deklaratës së lirive të drejtave të njerëzit, neni 17. Nuk besoj se do të ndodhte kjo zarritje dhe torturë psiqike, por që se të gjitha trashëgimtarët mos të ishin femra. Fakt është se asnjë shtëpi tjetër në këtë lagje nuk ka mbritë të zaritur për realizimin e rindërtimit, e që a janë të gjitha këto me leje. Neni 24 i Kushtetutës është i thyer. Pastaj kryetari i komunës bën vendim, refuzohet kërkesa për shkak të planit operativ qendra 1, që do të realizohet në bloqe ndërtimore duke bërë bashkimin komensacionin e tokës ndërtimore. Por fakt është se
Kjo në vitin 2008, për fakt është se u realizu parkingu i komunës që funksionon sot për makina prapa shtëpisë së dëmtuar rënd e cila u rënua. Komisioni i kërkesave pronësore bjerë vendim grupor. Me lihate e nura ka të drejtë në posedimin e pronës në fjalë. Me 2019, asnjë gjykat nuk e përfilli këtë vendim, të gjitha ankesat u refuzuan. Gjitha objektet që i përkasin cila ka qenë e ngritur në ngastrën 5937-0 nuk ekziston dhe për të njëjtën nuk mund të bëhet identifikimi i njësisë banesore shtëpi. Komuna e Prishtinës nuk e ka kontestu pronësinë cilën e ka fitu Falja Padice në bazë kontratës shitblerjes të vitit 93 dhe të njëjtën e ka pas të regjistrume në bazë të aktvendimit të vitit 93 të drejtorisë kadastrit, mirë po e njëjta nuk ka mujtur të evidentohet në certifikat të pronësisë për shkak se nuk ka ekzistuar kadastri etazhor deri në vitin 2012. Pastaj, kur ka ardhur në drejtorinë e kadastrit për mu bë identifikimin e njësisë banesore, objekti vetëm se nuk ka ekzistuar. Regjistrimi i objekteve, fillimisht do të bëhet identifikimi i tyre në teren. Momentin që ka dalë geodeti i komunës në teren, e ka identifikuar se ajo njësi faktikisht nuk ekziston. Dhe në bazë ligjit për kadastër, në kohën kur është parashtruar ankesa tek Agjencioni Kadastrali i Kosovës dhe kërkesa kryesore e ligjit është që të bëhet identifikimi. Thona kushtimisht duhet mu mat njësia kadastrale ose objekti me dimenzionet që i ka, qoftë lartësia, gjitha ato. Kjo nuk ka qenë e mundur të bëhet për shkak se siç u thek edhe nga parafolësit objekti ka qenë i rënuar në atë kohë, po flasim për vitin 2018-19. Dhe mbi bazën e kësaj, Agjencia Kadastrale e Kosovës e ka refuzuar ankesën e palës dhe nuk mund të evidentohet një njësi kadastrale inekzistente. Zyrtarët e agjencisë kanë vizituar pronën me 22 farit 2008, me qëllim të njoftimit të personave të interesuar për procedurën e cila është duke u zhvilluar. Por në pronë nuk është gjetur askush dhe prona është gjetur se është banesë e dëmtuar. Andaj njoftimi ishte lënë në pronë që gjatë procedurës dikush ta vrej atë, zonja Meli Hate Nura është pronare me një të pronës së kërkuar dhe gjithashtu ishte pronare në ditën e dëmtimit të pronës së kërkuar banesore. Gjithashtu me këtë vendim nënkuptohet që ka pas edhe të drejtën e posedimit apo të shfrytëzimit apo të përdorimit të kësaj të ngastrës. Apo për pronarët të cilët, dhe me thonë, të njëjtit të cilët e kanë trashëgu këtë pronë, e kanë të drejtën që e kanë trashëgu. Aty nuk ka pas asnjë farë rreziku. Përveç nëse dikush me vetë dëshirë ka dash me hyrë mrena, pa leje. Anoj interes personal, ose për ku dioni çka. Do thotë nuk është kjo. Kjo nuk qëndron. Dhe nuk qëndron fakti i këtyre kontradukta, as telefonata, as që kem na e pam në ata. Qysh e pam? Nuk e kam pa. Se, dhe më thonë, kjo ka qenë plani për më rënu me 2015, me në 3. Dhe për 3 ditë, dhe më thonë, me një herë hangë urzu.